Limi ishte ullur pranë Benitës prej kohësh, aq sa prania e tij ishte bërë e dukshme për të gjithë. Krahu i tij qëndronte i mbështetur mbi të, jo me forcë, por me atë lloj afërsie që nuk kërkon leje. Ishte një gjest i vogël, pothuaj i padukshëm për dikë që nuk donte ta shite, por mjaftueshëm i fortë për të ndezur gjithçka. Benita nuk reagoi menjëherë. Rinte e qetë në dukje, por supet i kishte të ngrira. Syt i lëviznin pak, sikur kërkonin një rrugdalje, ose ndoshta thjesht po përpiqej të mbante kontrollin. Ajo nuk donte të ishte shkaku i ndonjë shpërthimi, por e dinte që situata po tensionohej. Alba i kishte parë të gjitha. Që në momentin e parë nuk i kishte shpëtuar as krahu i limit, as afërsia, as mënyra si ai sillej sikur gjithçka ishte normale. Fillimisht u përpoq ta injoronte. I tha vetes se po e egzageronte, se ndoshta po keq kuptonte. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente se diçka po i bëhej përpara syve, diçka që e prekte drejt për drejt. Acarimi i saj u rrit ngadalë. Jo si shpërthim i menjëhershëm, por si një val që mbledh forcë. Frymëmarrja ju rëndua, duart i mbajti të shtrënguara mbi prehër. Çdo buzëqeshje e limit, çdo lëvizje e vogël, ishte një goditje e re. Dhe pastaj nuk duroi më. Pse po ma bën këtë gjë? Tha Alba, më shumë e lënduar se sa e zemëruar, por zëri i saj doli i mprehë. Dhoma u qetësua menjëherë. Bisedat u pren. Të gjithë kthyen kokën. Limi nuk u largua nga Benita. Përkundrazi, ju afrua edhe më shumë. Ishte një veprim i qëllimshëm, një provokim i hapur, sikur donte ta shtynte Alban deri në kufi. Mos e bëj kaq të madhe, tha ai, me një ton që nuk kërkonte qetësi, por dominim. Ka gjëra që sqarohen më mirë sa të dalim jashtë. Fjala ra rënd. Alba e ndjeu menjëherë peshën e saj. Nuk ishte ftesë. Ishte paralajmërim. Një mënyrë për ta ulur, për t'i treguar se ai kishte kontrollin. Ajo u çua në këmbë. Ti po më kërcënon? Pyeti, duke e parë drejt në sy. Benita lëvizi më në fund. U kthye nga Alba, jo me turp, por me një shprehje të ftohtë, pothuaj sfiduese. Kishte duruar mjaftueshëm. Dhe fjalët që doli të thoshte nuk ishin të rastësishme. Problemi yt, tha ngadalë, është se nuk je e zonja me ia bërë qejfin. Alba mbeti pa fjalë për një çast. Limit qejfin ja bëjnë të tjerët, vazhdoi Benita, pa e ngritur zërin, por me një siguri që lëndonte. Gjithmonë ka dikë tjetër. Këto fjalë nuk ishin thjesht ofendim. Ishin goditje e drejt për drejt. Alba ndjeu një nxehtësi në kraharor, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Syt ju mbushën, por nuk derdhi asnjë lodh. Nuk donte t'u jepte kënaqësinë. Limi heshti. Nuk e mohoi. Nuk e ndaloi Benitën. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e rrezikshme, që tregonte se situata i pëlqente. Ti mendon se kjo është forcë? Tha Alba më në fund, me një qetësi që erdhi pas stuhisë. Të lëndosh, të provokosh, të poshtërosh? Askush nuk u përgjigj. Minutat kalonin ngadalë. Çdo sekond dukej e rëndë. Ajri ishte. Atë natë feste gjithçka doli jashtë kontrollit. Nuk ishte më thjesht një ndjesi e keqe, një dyshim i vogël në kokën e Albës. Ishte bërë e qartë. Tepër e qartë. Limi kishte filluar t'i pëlqente Benita. Nuk ishte më diçka që fshihej pas shikimeve të shkurtra apo buzëqeshjeve të vjedhura. Dhe Benita nuk ishte as pak e painteresuar. Përkundrazi, ajo ishte afruar. Hap pas hapi. Me vetdije. Alba e kishte ndjerë që diçka po ndryshonte. Energjia. Distanca. Heshtjet. Dhe në momentin që e kuptoi të vërtetën, diçka brenda saj u këpull. Në mes të festës, mes muzikës, alkoolit dhe njerëzve që qeshnin pa e ditur çfarë po zihej, Alba u drejtua drejt Benitës. Nuk foli. Nuk pyeti. Dora i shkoi vetë. Një goditje. E papritur. E fortë. E mbushur me gjithë zemërimin, zhgënjimin dhe poshtërimin që kishte mbledhur. Zhurma u ndal. Britma. Kaos. Limi dhe labinoti u futën menjëherë në mes, duke i ndarë. Duke u përpjekur të ndalonin diçka që tashmë kishte shpërthyer.
Alba u lërinte. Benita shante. Gjithçka ishte bërë një skenë e turpshme, por për Albën, turpi kishte kaluar prej kohësh. Ajo që kishte mbetur ishte vetëm dhimbja. Dhe atëherë dolën fjalët. Fjalë që nuk kthehen më mbrapsht. Ti je një baxhelle, i bërtiti Alba Benitës, me zë që i dridhej nga nervat. I dashuri i katërt që ke ndëruar në këtë shtëpi. 4. Dhe prapë sillesh sikur je viktima. Njerëzit mbetën pa frym. Disa u shtangën. Disa u kthyen nga ana tjetër. Por Alba nuk ndalej më. Atë natë, vazhdoi ajo, kur erdha dhe të fola si njeri, kur të thash çfarë po bën, ti më the, është pishëm Limi. Të fala për atë fjalë. Të fala. Sepse tani ta tregoj unë ty çfarë është e vërteta. Zëri i saj ishte i qarë, por i fortë. Nuk ishte pije. Nuk ishte moment. Ishte zgjedhje. Zgjedhja jote për t'u afruar me dikë që e dije shumë mirë se çfarë përfaqësonte për mua. Dhe zgjedhja e tij për të më poshtruar para të gjithëve. Alba u kthye nga Limi. Syt i kishte të mbushur me lot, por nuk po qante. Ishte më keq se kaq. Te e zbrazët. Ti rri dhe qan. Qan nga deja, qan nga presioni, qan sepse s'di çfarë do po e di kush nuk qausonte. Unë. Edhe pse jam ajo që u shkel. Ajo qeshi me ironi. Të dy jeni fshehur pas justifikimeve. Ti pas alkoolit, ajo pas viktimizimin. Ndërsa unë jam këtu, duke u dukur si e çmendura e historisë, vetëm sepse reagova kur më u mor diçka që më interesonte. Fryma i merrej me vështirësi. Nuk më dhemb vetëm që më humbe. Më dhemb mënyra. Para syve të mi. Në shtëpinë ku jetoj. Në festë. Me njerëz që do ta kujtojnë këtë skenë më gjatë se çdo këngë që u luajt sonte. Ajo bëri një hap mbrapa, sikur po largohej nga e gjithë ajo situatë. Nëse kjo është loja juaj, mbajeni. Unë nuk jam këtu për të konkuruar, as për të luftuar me duar për vëmendje. Por mos më trajtoni sikur jam budallaqe. Sepse nuk jam. Zëri i saj u ul, por fjalët ishin edhe më të rënda. Sonte u tregua të dy. Dhe unë pash gjithçka. Edhe pse më dhemb, më mirë e vërteta brutale se gënjeshtra e ëmbël. Alba hë. Shtëpia ishte e qetë vetëm në dukje. Ishte ajo qetësia rreme që vjen para stuhis. Alba rrinte pranë pasqyrës në dhomën e gjumit, me krahët e kryqëzuar, fytyra e ngrirë. Limi sillej nervoz nëpër dhomë, duke ecur sa majtas djathtas, duke mos e duruar më heshtjen. Pa pritur, ai u ndal. U kthye nga Alba dhe fjalët i shpërthyen pa filtër. Ti e ke dhënë 25 herë. Alba ngriti kokën ngadalë. Çfarë the? Limi ju afrua një hap më shumë, zëri i mbushur me inat dhe shgënjim. Po, e dëgjove mirë. 25 herë. Gabim pas gabimit. Alba qeshi me ironi. Mos e tepro. Por Limi nuk u ndal. Jo, tani do më dëgjosh. Ti e dështake në mënyrën si sillesh me mua. Këto fjalë e goditën Alben drejt në gjoks. Mos më fyej, i tha ajo, me zë të ulët, por të fortë. Po të them të vërtetën, vazhdoi Limi. Ke favorizuar femrat e tjera para meje në këtë shtëpi. Më ke lënë mënjan, më ke bërë të ndihem sikur zvleja. Alba u afrua edhe ajo. Ti je duke luajtur viktimën. Limi qeshi hidhur. Viktim? Alba, ka një javë që jam përkushtuar gjithë kohën ty një javë. Kam qenë pranë teje në çdo moment. Ai ngriti dorën, duke numëruar me gishta. Kur ishe keq. Kur qaje. Kur zdije me këtë flisje. Unë isha aty. Alba u kthye nga ana tjetër, e prekur, por krenare. Nuk të ka detyruar askush. Kjo fjali e ndezi edhe më shumë. Ja pra. Shpërtheu Limi. Kjo është ajo që më çmend. Sikur gjithçka që kam bërë nuk ka asnjë vlerë. Zëri i tij u drodh. Unë kam lënë veten më njam për ty. Alba u kthye vrullshëm. Dhe pastaj çfarë? Pret medalje? Jo, ja ktheu ai. Pres respekt. Pres të mos më trajtosh si opsion të fundit. Tensioni u rrit.
Banorët filluan të afrohen, por askush nuk guxonte të futej në mes. Alba, me sy që i shkëlqenin. Ti më hedh faj mua për zgjedhjet e tua. Limi ju afrua edhe më shumë, por pa e prekur. Jo. Po të kërkoj të pranosh që më ke shtyrë drejt kësaj gjendjeje. Heshtje për disa sekonda. Pastaj Alba shpërtheu. Ti nuk ke qenë i sinqert. Një ditë më mbron ditën. Tjetër më akuzon. Sepse jam lodhur. Bërtiti Limi. Jam lodhur duke të parë si u jep më shumë rëndësi të tjerave, duke më lënë mua në hije. Alba e shtyu me dorë lehtë në gjoks. Mjaft. Limi u tërhoq një hap mbrapa. Ja, kjo je ti kur s'të pëlqen e vërteta, e mbyll bisedën. Big Brother paralajmëroi nga altoparlanti. Banor, ruani qetësinë. Por ishte vonë. Alba, me zë të thyer. Ti nuk e di sa më ke lënduar me këto fjalë. Limi uli kokën për një çast, pastaj tha. Edhe ti më ke lënduar. Çdo ditë. Me indiferencë. Për minuta të tëra, debati vazhdoi. Akuza për mungesë mbështetjeje. Fjalë për xhelozi. Për kushtim i njëanshëm. Pritshmëri të pambajtura. Zëri i tyre herë ngrihej, herë binte në heshtje të rënë. Pas 30 minutash përplasje emocionale, Alba u ul në divan, e shtëruar. Limi u largua në obor, me sytë e skuqur. Asgjë nuk ishte zgjidhur. Por gjithçka ishte thënë. Dhe disa fjalë nuk harrohen kurrë. Atmosfera në shtëpi ishte e rëndë që para se të shpërthente gjithçka. Pas përplasjes së zarfit të zi, askush nuk ishte qetësuar realisht. Alba qëndronte pranë kuzhinës me shikim vigjilent. Benita ishte në obor, e nervozuar, duke ecur sa majtas djathtas. Limi ishte i tensionuar. Dukej sikur donte të fliste, por nuk po gjente momentin. Papritur, Benita hyri brenda dhe me zë të lartë tha. Unë nuk mund të rri më e heshtur. Të gjithë u kthyen nga ajo. Alba u drejtua menjëherë. Çfarë ke? Benita mori frym thellë. Zëri ju drodh, por fjalët dolën të forta. Limi ka tentuar të më kap me zor në banjo. Shtëpia u ngrirë. Një heshtje e frikshme ra. Kamera u afruan. Disa banor u quan në këmbë. Çfarë? Shpërtheu Alba. Çfarë po thua? Benita vazhdoi duke qarë nga nervi. Më erdhi nga mbrapa, më foli afër, nuk më la rehat. Unë ndjeva keq. Unë ndjeva e friksuar. Limi u zbardh në fytyrë. Kjo nuk është e vërtetë. Ai u ngrit menjëherë. Po më akuzon për diçka shumë të rëndë. Alba u fut menjëherë mes tyre. Limi, ndal. Mos ju afro. Benita bërtiti. E shihni? Edhe tani po tenton të afrohet. Alba i doli përballë Limit me dorë të ngritur. Jo. Qëndro aty. Nuk ke pse ngatërohesh më me të. Limi, i tronditur. Alba, po më shkatëron me këto fjalë. Nuk kam bërë asgjë. Benita u ul në divan, me kokën në duar. Nuk po kërkoj mëshirë. Po them si u ndjeva. Askush s'ka të drejtë të më bëj të ndihem kështu. Zëri i Big Brotherit ndërhyri. Banor, qetësi. Akuzat të tilla janë shumë serioze. Labinoti hyri në mes, serioz, i ftodh. Të gjithë një hap mbrapa. Tani. Ai u kthye nga Benita. A je e sigurt për atë që po thua? Benita e pa drejtë në sy. Po. Kjo është përvoja ime. Limi, me zë që po i thyej. Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk do. Alba e ndërpreu ashpër. Mjaft. Derisa kjo të sqarohet, ti nuk i afrohesh asaj. Pik. Labinoti e mbështeti. Kështu do veprojmë. Tensioni vazhdoi për minuta të tëra. Banorët diskutonin. Disa dyshonin. Disa mbanin. An. Fjala përjashtim, hetim, linjë e kuqe u përmend disa herë. Big Brother ndërhyri sërish. Kjo situatë do trajtohet seriozisht. Deri atëherë do ketë distancë totale mes palëve.
Benita qante në heshtje. Limi rinte I ulur, I shkatëruar emocionalisht. Alba qëndronte si mur mes tyre. Pas 30 minutash tension psikologjik, akuza, mbrojtje dhe ndërhyrje, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Besimi ishte tronditur. Fjalët kishin lënë plag. Dhe asgjë nuk do të kthehej si më parë.